Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Pallati I Sporteve Cazim Dervishi I Shkodrës, ku po përcjellim për amatorët e sportit të voleybollit drejt për drejt ndeshjen e voleybollit për meshkuj Vllaznia Partizani. Ta kemi veshëm për ligën Gjergj Kastrioti. Janë ndeshjet e treta në grupin B, ku bën pjesë dy skuadra kosovare, Skënderbeu dhe Ferizaj, dhe dy skuadra shqiptare, Partizani dhe Vllaznia. Pas dy ndeshjeve të para, Vllaznia kryeson në vendin e parë me 2 fitore në transfert. Në transfert fillimisht përballë ekipit kosovar Skënderbeu me rezultatin 1-3 dhe me pas nga ekipit e Ferizajt po 1-3. Ndërkohë nga ana tjetër Partizani ka 1 fitore, 1 humbje në 2 ndeshjet e para dhe sot ndeshja e tretë luhet për vendin e parë në grup.
Jemi në setin e dytë të ndeshjes, seti I parë është mbyllur me shifrat 21-25 për Partizanin. Është në setin e dytë, ishte Partizanin e kryesuar, pastaj Çafarena, kapiteni I Vllaznisë se ka shënuar, ndryshe nga parashikoi për ndonjë zhytje të fortë, të fuqishme, ai ka ngecur. Vllaznia 5, Partizani 7 në setin e dytë. Gjendja seteve 0-1 për ekipin e Partizanit, I cili ka fituar setin e parë 21-25. Shërbimi për Vllaznin ka gabuar. Ka gabuar Sierra, numër 15, është voleybollisti I Vllaznisë Alberto Daniel Sierra, I cili humbi shërbimin. Partizani 8, Vllaznia 5, shërbimi për Partizanin me Leonardo Doden. Cekini dhe Gersiula ka finalizuar mjaft I mirë. Vllaznia po luan në këto momente me kapitenin Nikolin Çafarena, me Fation Cekinin, Endrit Juknin, Tananin, Sierren dhe Julen. Në këtë moment është aktivizuar në fushën e lojës edhe Taflaj, Ardit Taflaj me numër 9, sulbi për Partizanin. Ishte Ledion Martiro dhe pik për Partizanin, ka reagime nga kampi I Vllaznisë. Edhe në setin e parë, në fundin e setit e parë, tek pika 20-21, loja u ndërprej për disa minuta për shkak të protestave të ekipit të Vllaznisë për një pikë që Vllaznia pretendoi se nuk kishte për Partizanin. Loja u ndërprej për disa minuta dhe në fund dhe me pas vijoi takimi ashtu siç kishin vendosur gjyqtarët dhe u mbyll seti me fitoren Partizanit me shifrat 21-25. Kështu I ka një reagim për momente nga kampi I Vllaznisë, por loja vazhdon. Madje për reagimit në setin e parë, kemi pasur një karton të verdhë të akorduar nga gjyqtari I Kullës Orland Mujo ndaj kapitenit të Vllaznisë Nikolin Çafarena. Kriste Martiro ka ekzekutuar nga shërbimi, ka kërkuar ndjes tek trajneri Ylli Tomori I Partizanit për humbjen e këtij shërbimi. Shërbimi për Vllaznin me Fation Cekinin, pikavarazhi 7-9 për Partizanin, seti I dytë. Gjendja seteve 1-0 për Partizanin. Partizani me këtë shumë dhe e finalizon në mënyrën më të mirë Norgen Baruti. Shërbimi për numrin 3 Muharrem Deliu. Partizani në kuotën e 10 pikëve. Vllaznia 7, sulmi për Çafarenën e Vllaznisë që ka përplasur topin në rrjetën e skuadrës së mysafirit e Partizanit dhe rikthen topin dhe pikën për Vllaznin, 18 për Partizanin. Vetë Nikolin Çafarena në shërbim për Vllaznin, sulmi për Partizanin dhe përsëri ai ndoshta ndër më të mirët tek skuadra e kuqe Norgen Baruti që shënon pikën e 11 ndaj 8 Vllaznisë. Shërbimi për Partizanin është Filipe Emiko. E pastaj Sierra, diagonale e tij. Sierra ka shënuar pikën e 9 për Vllaznin ndaj 11 të Partizanit. Pikërisht Alberto Sierra, I cili pak çaste më përpara pati një tentim goxha të rëndë, ndërprej loja për pak minuta me fillimin e setit të dytë. Ndërhyrja e mjekut mloja të Vllaznisë bëri të mundur rikuperimin
e tij në kohë rekord duke rikthyer në lojë. Çafarena ka topin e parë Sierra. Fërkon topin tek bloku i Partizanit. Dhe me pas topi dali jashtë, por i preku për herë të fundit nga Vllaznia. Në rrim të Vllaznia largohet Tafra i rikthehet Jukni në fushën e lojës. Shërbimi për Partizanin, Wesley Shlaku ka kaluar shërbimin, Jukni, Çekini, pastaj e mban në lojë Partizani mjaft mirë, por përsëri me shumë sakrifica dhe ishte e thënë që kjo pikë regjistroi për Vllaznisë. Bloku Jula Sierra finalizon pikën e 10 ndaj 12 të Partizanit. Gilman Talani për Vllaznin në shërbim. I fort kë shërbim, profesional, por nuk ka shfaqje bëjt të shëtimi të numrit 4, Leonardo Doda. Përsëri ka probleme tek kampi Vllaznisë, ka reagime, është reagimi i tretë serioz ndaj gjykimit të dyshës Roland Mujo, Endri Zenullari. Në setën e parë ishin reagimet të gjata të ashpra dhe duket që tashmë është parë parasysh duket kjo kërkesë e Vllaznisë dhe ka përshëritje të këtij aksioni. Partizani dhe sërishmi i njëjti voleybolist Sebastian Palacos ka shënuar pikën e 13 për Partizanin ndaj 10 të Vllaznisë në setin e dytë, seti i parë i fituar nga Partizani 21-25. Kapiteni Ledion Martiro ka kaluar topin për Sierra, ka shënuar Sierra për Vllaznin pika 11 ndaj 13 të Partizanit. Vetë Alberto Daniel Sierra, i huaj i vetmi të Vllaznia, është në shërbim. 2 pikë plus është Partizani. Gabon në shërbim Sierra, e kemi efektuar dhe në komentet të ndeshjeve të mëparshme Sierra ka disi problem me shërbimet, nuk i ekzekuton si duhet, ka raste që e kalon direkt në rrjet, duke humbur aksionin apo fundon jashtë, ndërkohë e kundërta me Leonardo Dodden që shënon direkt nga shërbimi për Partizanin. Pushimi i kërkuar nga tekniku i Vllaznisë Artan Kalaja, ku shifrat në setin e dytë tregojnë 11 Vllaznia, 15 Partizani, gjendja e seteve 0-1 për Partizanin, kur ka fituar setin e parë 21-25. Partizani në protokollin e ndeshjes së sotme ka këto volejboliste: Agustin Borati, Muharrem Deliu, Leonardo Doda, Lucian Krasniqi, Ledion Martiro, Chris Martiro, 2 vëllezër Martiro, Bledi Rama, Jeklan Mucha, Angel Rodriguez, Claudian Casa, Wesley Felipe Emico, Norgen Baruti dhe Wesley Shlaku, trajner i Partizanit Ylli Tomori. Asistenti i tij është Elton Tukseferi, së bashku me Altin Korenzen. Tek Vllaznia kemi këtë përbërje është Sebastian Palacio, Saduro, Endri Jukni,
Jendjan Curraj, Ardi Taflej, Fatun Cecchini, Gilman Talani, Nicolil Ciaffarena, kapiteni i skuadrës, Garciula, Alberto Sierra, Sidorel Pepaj dhe Enit Daniku Taler, Artan Kalaja dhe kolegu i tij Ermal Kraja. Topi për Vllaznin 12-5 rezultati me 15 në favor të Partizanit. Bon Partizani 13-15 në favor të Partizanit. Shërbimi për numrin 14 Garciula. Topi Partizani në ante oesti e Miko. Kam që të ndeshjet e treta në grupin B të Ligës 6 Kastrioti. Vllaznia kryeson grupin B me 2 fitore, dhe 2 të regjistruara në transfert përballë ekipeve kosovare Skënderbeu dhe Ferizaj. Partizani ka 1 fitore, 1 humje. Janë 2 ekipe që do ta kalojnë grupin sipas rezultateve të kundërshtarëve të tyre, por luhet për vendin e parë në grup. Dhe kapiteni Nicolin Ciaffarena shënon pikën e 15 për Vllaznin dhe 1 pikë Vllaznia kërkon të ka Partizanin ku kryeson 15-16. Sulmi për Partizanin. Nuk arrin ta mbajnë në lojë shutimin e kapitenit të Partizanit Legion Martiro. Shkol plus 3 Partizani, 15-13. Shërbimi për Muharrem Deliun. Për blokët dyshi Partizanit në shutimin e kapitenit Ciaffarena. 18 Partizanit, 15 Vllaznia. Gjendja seteve 1-0 për Partizani. Ciaffarena, Cecchini. Prekje rretës, konstatohet nga gjyqtari i fushës Edri Zenullari. Prekje rretës për Partizanin dhe pikë për Vllaznin. Kapiteni Ciaffarena në shërbim. Numri 16 Wesley Felipe e Miko, që shënon pikën 19. Partizani kërkon të ta fitojë edhe këtë set. Kur ka fituar të parin, është avantazh plus 3, 19-16. Edhe pse Vllaznia ishte optimiste për para ndeshjes se do ta kalonte me sukses të ndeshjes të tretë, për momentin Partizani është me kryesim me sete dhe me pikë baraku setin e tretë, 17 Vllaznia, 19 Partizani. Shërbimi për Sebastian Palacos të Vllaznis. E ka shënuar drejt për drejt nga shërbimi pas një prekje të topit nga voleybollisti i Partizanit, është kushtuar në 1 pikë diferenca. 18 Vllaznia, 19 Partizanit. Tekniku i Partizanit Yllu Tomori kërkon pushim, teksa dallon që Vllaznia
e ka përmirësuar ndeshjen lojën në këto momente dhe është afruar në 1 pikë. Shikoni plani I parë për skuadrën e Partizanit me teknikun Tomori që jep orientimet e duhura. Ndërkohë në krahun tjetër është tekniku Artan Kalaja dhe kolegu I tij Ermar Kraja që ka mbyllur herët me shpejt se sa Partizani pushimin dhe është në një moment themi, një moment pozitiv në këtë pushim që mori tekniku I Partizanit për të ndalur vrudhin e Vllaznis. Shërbimi është për Palacios I Vllaznis numri 4. Vetëm 1 pikë është Partizani përpara, Vllaznia tenton ta barazojë dhe pse të dalë fituesi në këtë set. Sulme për Partizanin. Mban në lojë Vllaznia dhe Sierra, por bllokohet dhe Sierra. Cekini për Julen. Safarena, Cekini, Palacio, stopi jashtë. Stopi jashtë I blokut e Partizanit me Ledion Martiron. Barazim 19 me 19 ka një problem të këtij barazhi sepse kaloi avantazhin 18-20 për Partizanin, por ishte pika Vllaznis, pra barazim në shifra 20-20. Sulmi për Vllaznin, kërkon të marrë avantazhin. Tashmë është bukuria më e madhe në këtë set, por nuk e lejon të marrë avantazhin Ledion Martiro, që I ka dhënë pikën e 20 Partizanit me 19 Vllaznis. Vllaznia Barazibi tentoi të marrë avantazhin, por më njëherë Partizani e barazoi, mori avantazhin me pikën e Martiros, 19-20, shërbimi për Norgen Barutin. Partizani kalon topin, Sierra gabon. Pretendon trajneri Artan Kalaja për një prekje të murit të blokut të Partizanit, për nuk janë të menimit të arbitrat. Njështë 1-19 për Partizanin dhe tashmë është rradha e trajnerit Kuqi Blu Artan Kalaja të kërkoj pushim që të ndalë vrudhin e Partizanit nëse do të arrijë. Nëse do t'i arrijë çodhimit, pak më herët ishte Ylli Tomori që bëri të njëjtën gjë dhe I rezultoi pozitiv pushimi I kërkuar, sepse po udhëhecën 19-20 në setin e dytë. Të njëjtën gjë kërkon edhe Artan Kalaja që tashmë me këtë pushim të ndryshojë situatat në fushë. Ku shifrat janë 19 Vllaznia, 21 Partizani në setin e dytë. Gjendja seteve 0-1 për Partizanin, që ka fituar setin e parë, 21-25 përmes shumë polemikave të pikës e 21, ku loja u ndërprej për disa minuta, për disa pretendime të Vllaznis, që në fund nuk u morën parasysh, dhe loja vazhdoi me një karton të verdhë dhe dëm të kapitenit Kuqi Blu Nikolin Qafarela. Jukni, Cekini për Julen. Mban në lojë Qafarela për Sri Sierra, kalon topin thjesht Partizani në këtë sulm. Por Sierra mban në lojë mjaft mirë dhe vetë I kërkon të shënojë dhe ka shënuar. Ka shënuar, ja shikoni voleybolli është I papritur me shumë thesa. Kur Partizani ishte kret pranë pikës e 21-2, është Vllaznia që e ngushton në 1 pikë diferencën me këtë pikë të Alberto Thierrës. 20 Vllaznia, 21 Partizani. Por ka gabuar Gilman Talani në shërbim, një gabim që mund t'i kushtoj rënd Vllaznis për këtë set.
Pikëvrasja shkon 20-22 në favor të Partizanit. Shërbimi për kapitenin e të kuqve Ledion Martiro. Topin loj, Sira e kalon me shumë sakrificë sepse rëshqiti, por finalizon Partizani me Leonardo Dodën. Pika 23 nda 20 të Vazni, shumë pranë Partizani, fitores e setit dytë. 3 plus dhe 2 nga fundi. Përstri kapiteni i Partizanit, kapiteni Martiro. I direkt është shfëgjizuar në thebi optimizmi Vaznis ka rënë shumë psikologikisht në këtë fund seti, kishte mundësi të barazonte, për Partizani është shumë pranë dhe një pik i duhet të mbyll setin. Martiro përsëri nga shërbimi ka bon. I kishte gjitha mundësit Partizani të mbyllu të setin, por ky shërbim i shpërdëruar nga kapiteni Ledion Martiro e vonon festën e Partizanit. Pushimi i kërkuar nga trajneri i Partizanit Ylli Domorri. 21 Partizani, 21 Vaznia, 24 Partizani, një pik i duhet kuqve që të fitojnë setin e dytë dhe të shkojnë me avantazh 0-2. A do të mundet Vaznia që ka topin e zotrim pas mbylljes së pushimit që ta ngushtoj me tepër diferencën, apo do ta mbyll Partizani me shifrat 25-21, apo Vaznia do të rihap takimin nëse shëlon 22-24. Alberto Daniel Sierra në të mirë tek Vaznia ka shërbimin. Duhet jeti kujdesshëm sepse jo pak herë ka humbur, por këtë radhë kalon me sukses. Finalizon numri 4 Leonardo Doda, fiton Partizani dhe setin e dytë 21-25, gjetja setëve 0-2 për Partizanin. Të dy skuadrat, Vaznia Vendase dhe Partizani mysafir janë pushimin mes setit 23 për para startit të setit e 3. Gjenja seteve 0-2 për ekipin e Partizanit. Pa fituar setin e parë dhe të dytë me të njëjtat shifra, 21-25. Partizani që po luan me këtë përbërje, me këtë protokoll është Agustin Dominik Borati, voleybollisti huaj, Muharrem Deliu, Leonardo Doda, Lucian Krasniqi, Ledion Martiro, kapiteni i skuadrës, Krist Martiro, dy vëllezër Martiro, Bledi Rama, Jegland Mucha, Angel Miguel Rodriguez, Claudian Casa, Wesley Emiko, Norgen Baruti dhe Wesley Shlaku. Trajner i Partizanit Ylli Domorri, kolegët e tij Elton Tukseferi dhe Altin Gorenza. Vaznia ka këtë përbërje në protokoll. Është Sebastian Palacios, Sato Duro, Endri Jukni, Gentian Currej, Ardit Taflaj, Fation Cecchini, Gilman Talani, Nicolin Ciafarella, kapiteni i skuadrës, Gersi Julla, Alberto Daniel Sierra, Cidorel Pepaj dhe Enit Daniku. Trajner Ardan Kalaja dhe kolegu i tij Enit Ermal Kraja, takimin po e gjykon
Dyshja arbitrave në kull Roland Mujo, në fush Endri Zedullari. Takimi ka nisur në orën 18, tashme jemi rreth 1 orë rreth 12 minuta nga starti i takimit. Janë konsumuar 2 sete, që të dy ka fituar Partizani me të njëjtat shifra, 21-25. Tashmë është seti final për Partizanin dhe një mundësi e Vllaznis për të rihapur takimin. Nëse Vllaznia fiton, atëherë loja vazhdon, rihapen mundësitë të Vllaznis për të pretenduar ta çojë me set final. Dhe nëse Partizani fiton edhe të tretin, gjithçka mbyllet 0-3 për skuadrën e Kuqës, që drejtohet nga tekniku i mirënjohur i Partizanit, Ylli Tomori. Vonohet si nisja këtij seti, gjyqtarët e protokollit po verifikojnë vendosjet në pozicionet e volejbollistëve. Tashmë gjithçka është gati. Fation Çekini për Vllaznin do të kaloj shërbimin e parë. Për Vllaznin ka kaluar sulmi për Partizanin, Sierra e mban në lojë, Çekini për Talanin që shënon. Gilman, Talani e nis me pik setën e tretë në favor të Vllaznis, 1-0. Fation Çekini përstrin në shërbim për Vllaznin. Sulmi për Partizanin. Dhe këtë radhës numri 16, Wesley Felipe Emiko, që barazon rezultatin në 1-1. Shërbimi për Muharrem Deliun e Partizanit. Ka mos marrëveshje. Jo mirë kuptimi i dur tek formacioni i Vllaznis, po tohen lojtarët e fushës, ja për përci Partizanit të shënojnë, marrin avantazhin 2-1. Palacios ka shënuar Sebastian Palacios duke barazuar shifrat në 2-2. Kapiteni Nikolin Qafarena në shërbim. Kapiteni pikërisht kapiteni i Vllaznis Nikolin Qafarena dhe titulari tjetër Gersi Jula janë ato që në prononcimet e tyre dhënë për Veriu Sport në pas ndeshjeve të dyta të fituar në Kosovë, u shprehen optimist dhe me besim që Vllaznia do ta kaloj grupin dhe tenton edhe ta fitoj ligën Gjergj Kastrioti. Por për të shkuar deri atje do të kaluar kundërshtari i sotëm Partizani, ndeshje e cila luhet për vendin e parë në grup. Dhe me pas takimeve gjithë për finalin e grup vinë dhe finalet 3-3 ishte rezultati pas shpërdorimit të këtij shërbimi nga Palacios, që jep mundësi Partizanit të marrë përsimin 3-4.
Baruti për Partizanin. Dhe vjen pika 5. Pika 5 për Partizanin. Përsëri Gjorgen Baruti në shërbim për uniformat e kuqe të Partizanit. Baruti e kalon shërbimin që Farena ka topin e parë, pastaj gabon Fiera. Më tepër se duhet shpëtimin topit, duke kaluar jashtë gjërë kufizuese. Vllaznia 3, Partizani 6. Përsëri Baruti në shërbim për Partizanin. Ka entuziazëm në kampin e të kuqve për këtë moment po të Partizanit dhe Talani shpërdorën në këtë përmendësi. 3-7 për Partizanin. Vllaznia është përfshirë në çaste pesimizmi. Shikoj në fushë se nuk është optimizmi i setit parë dhe të dytë. Dhe me të drejtë trajneri Artan Kalaja kërkon pushim për të marrë fenat e lojës dorë për të karikuar skuadrën. E shikojmë që edhe me gestikulacionet e tij Kalaja i kërkon skuadrës të karikohet, të mobilizohet. Ku shifrat janë 3-7. Kritik, por edhe mobilizues tekniku Kalaja për skuadrën e tij, me shpresë se skuadra Kuqëblu do të reflektojnë fushën e lojës, ndërkohë Kreti Qet ylli të mori nga krahu tjetër, teksa ka fituar 2 sete dhe është në avantazh në setin e tretë. Norgen Baruti përsëri në shërbim për ekipin e Partizanit. Farena, Cecchini, Sierra. Partizani e mban në lojë. Leonardo Dodda dhe vjen pika 8 për Partizanin. Sërishmi Baruti me disa pikë radhazi në shërbimet e tij. Farena, Cecchini për Talanin. Pretendime për vazhdim. Në lojë Sadurro largohet Fatan Cecchini. Sadurro në lojë për Talanit, Jules, Sierrës, Safarenës dhe Juknit. Nëntë me 3 kryeson Partizani. Vazhdojnë shërbimet e suksesshme të Norgen Barutit që ka shënuar pikë të njëpasnjëshme. Për këtë radhë Jula, Gersi Jula, tregohet i saktë në shërbim dhe në topin dhe pikën vazhdis. Partizani përsëri, kapiteni Martiro, sakrifice Partizanit me këtë top, por Vllaznia ka mundësi. Duro kombinon me Talanin, por topi i përfundon jashtë. Ishte një kombinim me sa Duro, Gilman Talani, kjo i fundit në përpjekje për të
gjetu i hapësirë brenda 4 këndorit të Partizanit e dërgon topin jashtë vijave kufizuese. 10 Partizani, 4 Vllaznia, ndrim tek Partizani, largohet Muharrem Delio, në fushë është Agustin Borati, largohet edhe kapiteni Ledion Martiro, dhe në lojë Gjegland Muça. Shërbimi për Agustin Boratin, Partizanit, ka kaluar me sukses. Durro kombinon me Julen, se rezulton me sukses. Durro, Jula vjen pika 5 për Vllaznin. Sierra në shërbim për ekipin e Vllaznisë. Është ajo që komentuam më herët dhe kemi komentuar edhe në ndeshjet e mëparshme. Ky voleybollist është pozitiv. Me sulmet e tij është problematik me shërbimet, të cilat shumë prej tyre i shpërdoron, siç ishte edhe ky moment i shpërdorimit të Sierrës. Të njëjtën gjë bën edhe Leonardo Doda, kopjoi njëri tjetrën me sa duket. 2 shërbime të humbura njëri pas tjetrit, tashmë është Gersi Jula, rezultati 6 Vllaznia, 11 Partizani. Jemi në setin e tretë, gjenda seteve 0-2 për Partizanin dhe një godytje e fortë atje e Oesti Emikos që shënon pikin e 12 dhe 6 të Vllaznisë. Ndrim tek Vllaznia, largohet Jula në fushë Endri Jukni. Shërbimi për Uesti Shllakun dhe ka shënuar Sebastian Palacios, pika 7 për Vllaznin ndaj 12 e Partizanit. Sa Durro në shërbim për Vllaznin. Një e majt e tij e bukur, por pa aq bukur ku nga përgjigje Dorgen Baruti. 13 Partizani, 7 Vllaznia. Një ndeshje kjo pa histori për Vllaznin, që duket që Partizani ka vendosur të largohet me një fitore të pastër nga Shkodra, 0-3 kur ka fituar setin e parë dhe të dytë dhe është në kryesim në setin e tretë. Durro, përsëri për Talanin, që ka gabuar. Kërkon ndrim me Artan Kalaja, në lojë është tashmë Gjendjan Curaj dhe largohet Gilman Talani. Gjendjan Curaj në formacion për ekipin e Vllaznisë, 7-14, avantazh 7 pikësh i Partizanit. Shërbimi për numrin 9 e Bledi Rama të Partizanit. Cafarena, Durro për Palacios, Gabon. Bishka pretendon të ka, bitri kullës, Roland Mujo, po nuk ka asnjë gjë konkrete. 7 Vllaznia, 15 Partizani, tjetër pushim i kërkuar nga trajneri i Vllaznisë Artan Kalaja, i cili po shikon skuadrën e tij që po shkon drejt humbjes me sa duket. Ka humbur 2 setet e parë dhe është një humbje 7-15 në setin e tretë. Normalitet të kampi i Partizanit, tekniku i do mori mbyll pushimin shumë shpejt
e falenderon skuadrën për atë çfarë po jep në të momente, flasin vetë shifrat. Avantazh 0-2 me sete dhe avantazh në setin e tretë 7-15. Shërbimi për Bledi Ramen që ka shënuar drejt për drejt, mendua se topi do të përfundon dhe jashtë, por siç komentohet në gjuhën sportive, u këput topi, në këputje e topit dhe direkt brenda vijes në fushës e Vllaznisë. 16-7 për Partizani. Dhe këtë rrallë kombinimi Duro-Cafarena funksionon mbyllet me pikë 8-16. Kapiteni Vllaznisë Nikolin Cafarena në shërbim për Vllaznin, i fort i shërbim. Ka gabuar Partizani me Emiko, i e mundësi Vllaznisë të afrohet disi në +7 është Partizani, ishte më shumë më herët. Duro për Cafarena, Cafarena për Currajn, e kalon bukur dhe ka shënuar Partizani përmes Bledi Ramës. 17 Partizani, 9 Vllaznia. 8 pik plus skuadra e Kuqe që po shkon duket drejt fitores 3-0. Kur mendojmë ndryshe, mendoj një rivalitet, mendoj pse jo nisur nga deklaratat në kampin e Vllaznisë, fitore Kuqe Bluve. Duro për Sierrën dhe finalizon Palacos. 10 Vllaznia, 17 Partizani. Ndërrim të Kuqe Blut largohet Jukni në loj Jula. Shërbimi për Sebastian Palacos. Ban mjaft një durën loj, por Partizani ka mundësi dhe ka shënuar me barutin një pikë që ishte fare pranë Vllaznia shënimit të saj, ashtu erdhi rrjedha aksionit dhe Partizani me zuarsi e fitoi këtë pikë. Ndërrim tek Vllaznia largohet Palacos, rikthehet në fushë. Jukni gabon në shërbim, baruti 11 Vllaznia, 18 Partizani. Shërbimi për Currajn. Gendian Curraj kalon shërbimin mjaft mirë. Po ka që mirë është Partizani me Angel Rodriguez që shënon pikën e 19. Partizani është i kompletuar, është i mirë organizuar, i karikuar për fitore, shumë i mobilizuar. Përballë një Vllaznia që pati momentet mira në setin e parë dhe të dytë, por të setin e tretë është skuadër e rënë psikologikisht nga ana morale. Dhe duket që nuk ka besim në forcat e veta që mund ta rikthejë të ndeshje 20-11 për Partizanin. Gabon Agustin Domenik Borati për Partizanin, pika 12 për Vllaznin, shërbimi për Sebastian Sierra të Vllaznisë. Sulme për Partizanin, që ka shënuar me shumë zoarësi atje Bledi Rama. Tentoj të godiste, të shuton të nrjet,
por duke dalluar një zbrastirë në gjysmën fushën e Vllaznisë, atje kaloi me qetësi topin, shënoi pikën 21 ndaj 12 të Vllaznisë. Shërbimi për Angel Miguel Rodriguez të Partizanit. Cafarena Duro. Partizani që në pikën e 22. Nuk ka histori kjo ndeshje, ndryshe mendohej. Vllaznia vinte pas 2 fitoreve rradhëzi në transfert me ekipet kosovar dhe duket që me këtë humit të sotme do të lëshoj vendin e parë në grupin B të Ligës Gjergj Kastrioti. Durro kalon topin, e fërkon në murin, në blokën e Partizanit, një veprim shumë inteligent i Sead Durros, që pati ishte i vetëm në rrjet, fitoi pikën e rradhës, diçka kërkon tek gjyqtaria. Artan Kalaja pretendon që është pika 14, por 13 ka. Protokolli e humbë Gerti Jula këtë shërbim. 13 Vllaznia, 23 Partizani dhe 2 pikë për të mbyllur seti dhe këtë gjithë ndeshja në favor të Partizanit. Shërbimi për Wesley Shllakun e Partizanit, Durro, Sierra për Qafarenën, thërë bloku 3 i Partizanit. 13 Vllaznia, 24 Partizani. Pika e fundit nëse do të shënoj Partizani, atë gjithë shka mbyllet. Të nderuar shikues e Veriu Sport që po e ndiqni këtë ndeshje drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Kazim Dervishi. Shërbimi i fundit për pikën e fundit, por e shpërdoron atje Shllaku. I jep mundësi Vllaznisë një frymëmarrje për të besuar, por shumë larg. Shumë larg. 14-24. Shërbimi për Sa Durrun që duhet jeti kujdesshëm. E ka kaluar me kujdes shërbimi, por është Baruti që finalizon. 25 Partizani, 14 Vllaznia. Partizani fitoi me rezultatin 0-3. Të nderuar shikues të portalit Veriu Sport, nga unë Gaspar Mar, punërorin e komentatorit, ju përshëndes dhe ju falenderoj që ndoqët me vëmendje këtë ndeshje të drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës, raundi 3 të Ligës Gjergj Kastrioti. Vllaznia 0, Partizani 3. Dhe Vllaznia lëshon vendin e parë në grup, teksa ta shkoj Partizani me 2 fitore, me ndeshje direkte ndaj 2 fitoreve të Vllaznisë, merr vendin e parë. Pas kësaj përshëndetje të dy skuadrave, ndendami këtu, miru pafshim në ndeshjet e tjera.